Shikues të nderuar, përshëndetje. Mirë se takohemi së bashku në emisionin Informohu edhe ti. Në një botë që lëviz me shpejtësi marramense, ku lajmet ndryshojnë çdo minutë dhe pritshmëria shoqërore rriten dita ditës, gjithnjë e më shumë njerëz ndihen të lodhur, të zbrazët dhe të pashpresë. Në këtë episod të Informohu edhe ti, ndalemi për një moment për të folur për një temë që donse na prek të gjithëve me shmangin, stresi dhe depresioni. Si t'i dallojmë këtë gjendje nga një ditë e vështirë, kur bëhet rishtimi i përditshëm një thirrje për ndihmë, si ndikon jeta moderne në shëndetin mendor dhe si mund të gjejmë rrugën drejt paqes së brendshme. Për të ndihmuar të kuptojmë më mirë këtë realitet të ndërlikuar dhe për të na dhënë këshilla të dobishme, sot kemi kënaqësinë të mirëpresim mysafiren psikologen Leila Kajoshaj Zeneli, të cilën dua ta falenderoj shumë për ftesën që ka pranuar dhe kontributin që jep në shëndetin mendor. Faleminderit dhe ju. Atëherë, si fillim, dua të mësojmë të na shpjegoni atë lidhjen midis stresit, ankthit dhe depresionit. Do të nisim me një sqarim themelor dhe duhet të di se a janë këto gjendje emocionale të zakonshme apo flasim për çrregullime që kërkojnë ndihmë profesionale. Po. Atëherë, stresi është një përgjigje natyrale e cila ndodh gjatë presioneve të shumta, ku aktivizohet një mekanizëm mbrojtës, domethënë i cili quhet një modalitet i cili quhet fight or flight, ndryshe lufto ose ik, edhe ku ai modalitet neve na mbron për një kohë afatshkurte. Ama në momentin që një individ përballet vazhdimisht me stres të madh, përballet me situata stresuese, atëherë kjo kalon në një lloj stresi kronik. Edhe këtu bëhet problematike. Domethënë, stresi kronik jo vetëm se ndikon në shëndetin mendor, por ndikon po ashtu edhe në shëndetin fizik. Për dallim nga stresi, ankthi është nuk ka ndonjë shkak të jashtëm. Domethënë, individi ndjen vazhdimisht mendime të gabuara edhe të përsëritura, por nuk e din shkakun. Edhe nuk ka ndonjë faktor të jashtëm. Edhe zakonisht ankthi është një lloj na sinjalizon. Ankthi na tregon që diçka është duke ndodhur me neve, që po ndodh një disbalans, është koha që na duhet ndoshta të kërkojmë një ndihmë. Së pari ta flasim me një person të afërt edhe të kërkojmë se çka është duke ndodhur me ne që na po kemi ankth në një moment që ndoshta nuk duhet të kemi. Kurse depresioni nuk është thjesht një trishtim që na ndodh pas një ngjarjeje e cila na mërzit. Depresioni është një gjendje shumë më e rëndë e cila e ndikon individin në mënyra shumë të ndryshme, në sjellje, në humor, dhe po ashtu edhe në pjesën kognitive. Mirë. Pse mendoni se gjithnjë më shumë njerëz po përballen sot me këtë gjendje? Do të është ndoshta koha ku jetojmë është më stresuese, apo thjesht kemi filluar të flasim më shumë për këtë gjendje? Po, vërtet mendoj që janë të dyja. Domethënë, individi jo se është më i mbrisht në kohën e sotme, por thjesht është më i vetëdijshëm. Kemi hapësirën më të madhe edhe është më e normalizuar që na të flasim për shëndetin mendor, domethënë jemi më të vetëdijshëm, por të njëjtën kohë edhe ritmi i shpejtë jetës, pritshmëritë, performanca, perfeksionizmi, marrja e informacioneve të shumta, këto gjitha po ndikojnë që na të kemi një jetë më stresuese. Përmendet perfeksionizmi, do thotë mendoni se ai presioni për të qenë perfekt të ndikon shumë në shëndetin mendor? Po, patjetër, perfeksionizmi e ngrit nivelin e ankthit, e shton pasigurinë edhe për shkak të pasigurisë edhe të asaj nevojës që me të qenë perfekte, edhe individi për arsye se nga frika, fillon edhe që të mos provoj gjëra të reja me qëllim që mos dështoj. Po ashtu rritet edhe niveli i vetë kritikës. Individi vazhdimisht e krahason veten me të tjerët, e kritikon veten dhe në fund edhe ndodh një burnout emocional, domethënë një lodhje e lartë emocionale, që bllokon individin komplet që të realizojë dëshirat e veta. Qartë. Atëherë, duhet të di edhe sa i përket rrjeteve sociale, se sa ndikojnë ato në ndjenjen e pasigurisë, krahasimit dhe vetmisë, duke qenë se rrjetet sociale janë bërë të pashmangshme për të gjithë ne, apo jo?
Po, patjetër që përdorimi i shumë të rrjeteve sociale ndikon sidomos tek adoleshentët edhe tek fëmijët më shumë, ndikon në mënyrën se si e shikojnë e interpretojnë standardet e lumturisë edhe të bukurisë në një mënyrë që nuk ekzistojnë. Domethënë krijojnë një selfie për veten që në fakt nuk është vetja reale. Edhe duke u munduar vazhdimisht ta jetojnë atë veten jo reale, aty ndodh një konflikt brenda vetës, ku fillojnë pastaj pasiguritë, izolimi, vetbesimi i ulët e tjera. Dhe çfarë mendoni se është më së miri në këtë rast, do të thotë që ndoshta të kufizohet ajo përdorimi i rrjeteve apo çfarë propozohet? Po, patjetër, mendoj që duhet të secili individ të jenë në gjendje të di ta kontrollojë dhe të mos e teproj. Ama të njëjtën kohë edhe një individ, për shembull një person edhe një adoleshent, nëse ka një fëmijë i ri sigurt, nëse është rrit me vetbesim, është ka pas ndjenja pozitive, nuk ndikon edhe aq sa mundet me ndikua tek persona të tjerë të cilat nuk e ndjejnë atë siguri. Domethënë ndonjëherë edhe mediat sociale mund të jenë edhe si lloj ikje nga realiteti. Po. Mirë, folme edhe pak në fillim për stresin dhe depresionin, por duhet të di se si manifestohet te adoleshentët, duke qenë se ne shpesh mendojmë se janë thjesht një krizë moshe. Duhet të di se si duken ato sinjale kur kemi përballë një adoleshent që vuan vërtet. Po, në realitet ndoshta nga jashtë mund të duket e vështirë ta dallosh krizën edhe të dallosh nëse një adoleshent vërtet po vuan se ka ndonjë shërbëllim, por nëse ulemi edhe flasim me adoleshentët edhe ua krijojmë një hapësirë të sigurt edhe që ja lejojmë, ndëgjojmë me empati, aty mund të kuptojmë edhe disa simptoma të cilat tregojnë se në fakt është duke ndodhur diçka tjetër, jo vetëm një krizë. Për shembull, mundemi me pas simptoma emocionale, po mundemi me dallu edhe simptoma fizike. Për shembull, simptoma emocionale mund të jenë edhe izolimi, vetvlerësimi i ulët, fillon duke kritikuar veten jashtë mase. Po pastaj mundemi edhe me i pa disa edhe simptoma fizike. Për shembull, e dallojmë që menjëherë adoleshenti filloi të bie në peshë ose të shtoj një peshë shumë të madhe, domethënë filloj për shkak që e lidhem edhe me standardet e bukurisë, fillon edhe ndoshta që ta krahasoj veten me të tjerat, sidomos vajzat, edhe të fillojnë të kenë edhe çrregullime të ndryshme të ushqyerit. Por edhe simptoma tjera, për shembull, çrregullimi i gjumit, ndryshimi i gjumit, ka shumë simptoma në fakt që mundemi me i vrejt dhe sidomos për shembull edhe humbja e kënaqësisë. E dallojmë na që një adoleshent në gjëra që përpara ka pas shumë kënaqësi, hobi, aktivitete që i ka bën dhe fillon edhe e humbat kënaqësinë, aty mundemi me dalluar që po përballemi me një adoleshent i cili po kalon me një sfidë. Mirë, po din prindrit dhe mësuesit të lexojnë këto shenja të hershme të fëmijëve? Po, mendoj që prindrit edhe mësuesit në fakt mundohen që t'i lexojnë këto shenja, ama jo gjithmonë arrijnë. Jo nga mungesa e dashurisë, por më shumë nga mungesa e informacionit, edukimit psikologjik dhe edukimit emocional. Për arsye se fëmijët jo gjithmonë i shprehin me fjalë, jo gjithmonë i flasin ato. Ato mundemi me i dallua në bazë sjelljes. Edhe për fat të keq, ndonjëherë ndodh që të rriturit ti keq interpretojnë këto sjellje. Jo ti kuptojnë atë mesazhin që në fakt ne duhet ta shohim, po e keq interpretojnë. Për shembull, mundet më qenë një fëmijë i cili fillon të ketë vështirësi në përqendrim. Edhe për shembull, një rritur, një prind ose mësues mund ta interpretojë atë sikur ky fëmijë është dembel, nuk po dëshiron të mësojë. Por në fakt është diçka tjetër. Po. Mirë, mendoni se kemi nevojë për një edukim emocional që nga fëmijëria? Patjetër, mendoj që edukimi emocional duhet filloj nga familja, po ashtu edhe nga shkolla. Familja duhet ja krijoj fëmijës një ambient sigurt që ta mësoj fëmijën që t'i identifikoj emocionet e veta, të flas lirshëm për emocionet e veta, që mos ta krijoj atë idenë se emocionet duhet të shtypim. Edhe me kalimin e kohës edhe fëmija ta mësoj vetrregullimin, edhe kjo do të ndikoj pastaj në mirëqenien emocionale, po ashtu ndikon edhe në suksesin në shkollë të fëmijës, ndikon në marrëdhënien e fëmijëve me njëri tjetrin që kanë, edhe gjatë gjithë jetës.
Po çfarë pasojë mund të sjellë mos trajtimi i depresionit? Po, mos trajtimi i depresionit krijohet atë mundësia që depresioni të thellohet edhe më shumë. Adoleshentin në këtë rast mund të fillojë edhe të ndihet edhe fajtor edhe më shumë. Mund të ndihet i vetmuar, mund ta hupi atë interesin për jetë. Mundet edhe të kalojë edhe në disa situata që janë pak më të rënda. Për shembull, adoleshenti mundet me fillua që ta dëmtoj veten. Kemi po ndoshta gjithë se ka adoleshentat të cilat pjesa e duarve mund të dëmtojnë veten ose në mënyra të ndryshme, edhe me ushqim, edhe me forma të ndryshme. Po ashtu mund të fillojë edhe duke të tashmang realitetin që po jeton edhe tek substancat, ta gjej tek substancat një lloj qetësie, dhe në fund mund të shkojë edhe deri tek vetvrasja. Po, mund të funksionojë dikush në mënyrë normale për vite pa e kuptuar se von nga depresioni? Po, ndryshe quhet edhe depresioni i heshtër ose në depresioni funksional. Zakonisht këta individ qeshin vazhdimisht, janë shumë të suksesshëm, mundohen që duken gjithmonë humor, gjithmonë pozitiv, po në realitet janë duke e kaluar po një gjatë rëndë emocionale, të cilën munden me ndikua gjëra ndryshme pse ata nuk po e shfaqin, pse janë duke e mbyllur. Domethënë mundet me ndikua kultura, familja, frika se mos gjikohet. Por në realitet, po t'jemi pak të vëmendshëm, t'i bëjmë pyetje se si ndihesh, si je, po t'jemi pak, domethënë ta shikojmë edhe aty e kuptojmë se kemi të bëjmë me një person i cili mund t'jetë në depresion. Dhe kur është ai momenti që duhet të kërkuar ndihmë? Po, si që se ka edhe tek pjesa e ankthit, më thonë, mendoj se ankthi është një sinjal që neve na dërgon trupi edhe mendja që na duhet të kërkojmë ndihmë. Mund të kërkojmë ndihmë së pari tek një person i afërt, tek një psikolog shkollor, tek persona të ndryshëm që mund t'i kemi aty, dhe masani ata e vendosin edhe na ndihmojmë se na ku mund të vazhdojmë më sipër. Do të thotë përballimi i ankthit është ai momenti i duhur që na tregon neve se duhet kërkuar ndihmë, apo jo? Jo patjetër që ka nevojë gjendja të përkeqësohet deri në nivel shumë që na të kërkojmë ndihmë. Donjëherë edhe mund të kërkojmë ndihmë në momentin që fillojmë të kemi edhe stres të tepruar me një kohë shumë gjatë, të cilën ne na e merr mendja se po ndikon. Ama zakonisht ankthi është një lloj sinjali, të cilat na përmes tij duhet ta kuptojmë se është duke ndodhur diçka me ne. Qartë. Po format më të zakonshme të trajtimit, psikoterapia, ilaçet apo grupet mbështetëse për dikën që për shikuesit që ndoshta nuk e ka marrë kur këtë hap, si fillon rruga drejt shërimit? Po, të gjitha janë në të barabartë, domethënë varet krejt nga individi, nga karakteri i individit, nga përvoja që është duke e kaluar. Aty domethënë vendoset, por edhe vetë kërkimi i ndihmës në fillim duhet të kërkojë ndihmë nëse është adoleshent, nga një psikolog shkollor. Masanej së bashku kur bëjnë analiza e vendosin bashkë se për çka në realitet individi ka nevojë. Mirë, po mund të ndihmojmë ne njëri tjetrin pa lënduar apo gjykuar? Po, patjetër. Mendoj që e vetmja mundësi që na ta ndihmojmë dikon është që t'ja krijojmë hapësirën që të ndihet i sigurt të flasim me ne, mos ta paragjykojmë, mos ta minimizojmë dhimbjen, duke e krahasuar dhimbjen e tij me dhimbjen e të tjerëve, ose problemin e tij me problemet e të tjerëve. Edhe çka unë mendoj është se asnjëherë nuk duhet t'japim këshilla të shpeshta, sepse këtë dalloj që ndodh shumë shpesh, domethënë japim më një herë kur dikush kërkon ndihmë nga ne jemi në gjendje me dhënë këshilla. Ama në vërtet individi në atë moment ka nevojë për ta dëgjoj dikush. Edhe për shembull mos të përdorim edhe fraza si mos qaj, ose në fraza që do të kaloj gjithçka, por t'ja lejmë hapësirën që ai ta procesoj, duke i bërë pyetje. Kjo është mënyra më e mirë. Qartë. Mirë, duhet të di se pse ende ndjetur për të folur me një psikolog do të ta shihet ende si një tabu dhe pse ndodh kjo? Po. Na e kemi edhe pak atë pjesën që na duhet problemet tona na duhet t'i kalojmë vetë, edhe nuk duhet të kërkojmë ndihmë sepse kjo na bën dobët.
Mendoj se nga kjo fillon, po ashtu edhe nga mos edukimi i edukimit domethënë emocional, që nga fëmijëria, që nga fëmijëria, po. Për arsye se nëse që në fëmijëri nuk mësohemi që na ti shprehim emocionet tona, ne na normalizohet që ti shtypim ato. Edhe ato shtypen edhe ato domethënë kalojnë në trup. Nuk jemi të vetëdijshëm, nuk jemi të informuar se në fakt ato asnjëherë nuk kanë kaluar gjendën aty. Edhe për këtë arsye edhe mendojmë që nuk duhet kërkuar ndihmë. Po ashtu edhe mendoj që edhe në familje krijohet ajo bindja se disa sekrete familjare nuk duhet t'i di gjithkush. Edhe na në momentin që kemi nevojë të flasim me një psikolog e ndjejmë vetëm sikur na familjen tash po e tratojnë, po ka edhe shkaqe të ndryshme, domethënë vetë frika nga stigmatizimi, nga se të tjerat do të bullizojnë ose edhe këto. Edhe ku mendoni se duhet të nisur ndryshimin, nga familja, shkolla apo nga mediat? Po mendoj se të gjitha duhet jenë në nivele të njëjta. Në familje duhet krijohet siguria, pra siguria që fëmia të jetë vetvetja, të mos paragjikohet kur është duke u përballë me një situatë, po ti identifikoj emocionet e veta dhe ti lejo që të punoj me veti. Po ashtu në shkollë duhet krijohet vetdia, duhet krijuar një ambient ku individi përpos lëndëve të cilët i ka në shkollë, domethënë fëmia të mësojë edhe për vetë rregullimin emocional, të ketë aktivitete të ndryshme edhe përshëndetjen mendor në përgjithësi apo jo? Po, në përgjithësi. Mirë. Kanë ndikim ato zakonet e vogla si ushqimi, gjumi, aktiviteti fizik apo meditimi do të në këtë gjendje? Patjetër që kanë shumë rëndësi edhe asnjëherë trupin dhe mendjen nuk duhet t'i ndajmë. Dhe si të dëgjojmë trupin dhe mendjen tonë para se të jetë vonë, do të ka sinjalet që i neglizhojmë, por që trupi na flet, do të përmendet pak më parë që ndoshta anë këtij në këto sinjale apo jo? Po, zakonisht trupi neve vazhdimisht na jep sinjale, edhe kur na nuk jemi të vetëdijshëm. Ndonjëherë na jep sinjale edhe kur është koha që na caktojmë disa kufi, sepse trupit po e mundon ajo pjesë, na nuk jemi në gjendje emocionalisht caktojmë kufimet e tjera, po as në veten. Edhe trupi vazhdimisht na cakton sinjale. Na tregon, na thot thuaj jo, që mos na mundoj, por po ashtu edhe emocionet e shtypura, zakonisht ato shtypen në trup, ekzistojnë në trupin ton, edhe trupi përmes dhimbjes na tregon që puno me veti, se diçka nuk është në rregull. Edhe jo punimi me to mund edhe të kaloj edhe deri tek edhe smundje fizike ndonjëherë. Ndihen të rinë të lirë për të folur për ndjenjat e tyre, do të mendoni se ka ajo mungesë hapësire ku mund të shprehin pa frikë për ndjenjat e emocioneve? Po, mendoj që ka mungesë të hapësirave edhe duhet shumë të punohet ka kjo pjesë. Së pari duhet punuar me pjesën e psikologëve shkollor, që çdo shkollë ti mundsohet ta ketë, por jo psikologu jo të merret me punë administrative, po ta bëj punën e vet si psikolog. Po ashtu mendoj që po ashtu të promovohet edhe shëndeti mendor në atë mënyrë që të krijohet një hapësirë që individet të kërkojnë për shembull të psikoterapi, të mbajnë edhe të ndihen të sigurt. Mirë. Ndikojnë pritshmëritë e prindërve notat dhe rrjetet sociale, do të i përmend me pak më parë, po pritshmëritë e prindërve tek një adoleshent, si ndikojnë? Po, ndikon patjetër në mbylesa dhe lidhet edhe me pjesën e perfeksionizmit, pjesën e performancës, pjesën e një krijimit të një selfie të cilët na nuk kemi, edhe patjetër që ndikon gjatë gjithë zhvillimit të fëmijës. Mirë, Leila, në fund duhet të njoftohemi pak më shumë me ju, do të se si ka qenë rrugtimi juaj drejt profesionit të psikologës. Unë studimet i kam përfunduar në Prishtinë, edhe master psikologji klinike. Gjatë kohës që kam studiuar dhe psikologji klinike, jam fokusuar shumë edhe tek pjesa e psikoterapisë, ku aty 2 vitet e para, domethënë, jam fokusuar tek vetë zhvillimi jam personal, duke punuar me pjesën time emocionale, që tjerat vitet jam e gatshme që të punoj edhe me ndihmosh të tjerëve. Po.
Mirë, së fundmi do të keni hapur edhe qendrën e psikoterapisë Aurora. Duhet të di pak më shumë për këtë vendim dhe t'ju përgëzoj për kontributin që keni dhënë për mirëqenien e të gjithë neve. Faleminderit. Atëherë qendra Aurora është hap në muajin shkurt të këtij viti. Është hap si një lloj qëllimi që të jetë një ambient i sigurt dhe për gjitha moshat, duke promovuar shëndetin mendor, duke munduar që të bëjmë sa më shumë aktivitete, po ashtu edhe të fokusohemi tek pjesa e psikoterapisë. Dhe si e shihni deri më tani ndërgjegjësimin e njerëzve që të ofrojnë ndihmë vetes për shëndetin mendor? Po, për atë arsye dhe jemi fokusuar më shumë tek pjesa e aktiviteteve të cilat duhet punojmë në fillim me pjesën e ndërgjegjësimit, të flasim sa më shumë për shëndetin mendor, të normalizohet, por edhe pjesa e psikoterapisë, psikoterapia individuale më shumë, njerëzit, sidomos edhe adoleshentët, edhe mediat sociale besoj që ndikojnë, po e kanë më të normalizuar që të mbajnë seanca në qoftë edhe veç zhvillimin fundit, po edhe pjesa psikoterapia grupore, aty ka pak më shumë frigohen, por Do të thotë ofroni psikoterapi në grupe dhe individuale, po jo? po. Mirë, do të thotë gjithashtu mbani edhe punëtori të ndryshme, Po. po jo kemi parë. Po keni mbajtur deri tani? Kemi mbajtur punëtori në fakt online, kemi filluar online të mbajmë punëtori me psikologë nga të ndryshëm në vende të ndryshme, më shumë kanë qenë për fëmijë, domethënë që prindrit vetdjesohen, sidomos një nga ata ishte edhe njohja e fëmijëve përmes vizatimeve, ku prindrit kishin mundësi që psikologja tregon domethënë në vizatimet se si interpretohen ato dhe çka na mundemi me kuptuar në fakt. Se e cekëm edhe përpara se fëmijët jo çdo herë i flasin për brengat e veta, po përmes vizatimeve, përmes sjelljes, edhe sidomos përmes lojës mundemi me kuptuar edhe më shumë. Me të vërtetë diçka e bukur. Atje më mbetet të falenderojmë nga zemra dhe për ndarjen e dijes dhe për kushtimin dhe të përgëzoj edhe një herë për kontributin që nep. Faleminderit. Atëherë në fund të kësaj bisede të sinqertë dhe të nevojshme mbetet një mesazh i thjeshtë por i fuqishëm. Do të thotë shëndeti mendor është po aq i rëndësishëm sa ai fizik. Nuk është dobësi të kërkosh ndihmë, është forcë. Në një kohë ku ndjeshmëria shihet shpesh si mangësi, le ta kthejmë këtë në virtyt. Kujdesuni për veten, dëgjoni trupin dhe mendjen tuaj dhe mos harroni edhe në kaosin më të madh është gjithmonë një rrugë drejt paqes së brendshme. Faleminderit për vëmendjen deri në emisionin tonë të radhshëm.